Se doktori ka thënë që do të rikandidoj. Dhe do të jetë aty, gjithmonë, domethënë, dhe do jetë shumë e hapur. Fushata, që të vinë dhe të tjerë. Ja, le të ndjekim sinkronin. Sinkronin 6, jo 5, se mos në futni 5 që e hoqim për rekomandimet. E iqni 5 se tani është edhe kohë që flenjë, po plata, 5 e iqni dhe 6 e futni tani që të mos duke më unë për para popullit. Mbrëmjen e djeshme është shpërndar me shpejtësi në rrjetet sociale një deklarat e deputetit tuaj, Besar Xhaferi, i cili në një podcast deklaronte se zoti Berisha duhet të largohet në 2026, kur i mbaron edhe mandati 4 vjeçar, në rast se nuk na ka faktuar farsën zgjedhore dhe nuk e ka çuar, po themi, vendin sërish në zgjedhje. Cili do që lexon raportin paraprak të OSB-Odirit dhe ka kulturën minimale në të drejtën elektorale, kupton që zgjedhjet kanë qenë farsë. Ju garantoj se çdo deputet, antar mbështetës i kësaj partie do të jetë i lirë të shpreh çdo mendim që ka. Kjo është gjëja më normale. Natyrisht, interpretimi i nenit statutit duhet të jetë i saktë. Statuti bën fjalë për zgjedhje dhe jo për farsa, dhe tani që ta mbyllim këtë punë, do të jetë antarësia e Partisë Demokratike ajo që do i bëj interpretimin përfundimtar. Atë po, do ketë një garë për kryetarin e PD-s. E hapur, urdhë? Po sigurisht që do jem. Pyetja është kjo. Por e hapur ama. Besar Xhaferi tha këtë dhe janë mbati në Amerikë. Kishe dhe punë aty, në fjalimin për kongresën, për këto gjëra, që ndjek punimet e gjërave që ndodhin aty, iku aty, po se këtu edhe mund të punimin e ndruar. Mentor, i lere atë, se hadhe edhe mund të hashtë ati në ndru që nuk punon. Besari, iku, qetësojnë gjakrat dhe kthehet. Pra, doktori tani juat deklaroi qartësisht. Besar Xhaferi tha që duhet të largohet doktori. E tha, interpretimin e kam dorë unë, tha. Tani interpretimin e bën popullat, antarësia tha ai dhe unë. Dhe doktori do hyta në zgjedhje dhe do të kandidojë, do të jetë garë shumë e hapur preç. Si mendoni tani? Që do jetë garë e hapur e gjitha dhe hapet partia. Me që më drejtoje mua ta... Fillohet ti po të shë? Duke kandiduar Berisha aty gara është e mbyllur, nuk është e hapur. Është e mbyllur pa filluar. Po, është mbyllur sot përçi. Nga drejtimi, se ai ka hap nga drejtimi vetë. Por ai mund ta bëjë këtë gjë, sepse ai është në drejtën e vet ta bëjë. Natyrisht duke llogaritur edhe pasojat që ka mbajtja e partisë në drejtimin e tij, sepse Partia Demokratike në drejtimin e Sali Berishit i ka humbur thellë këto zgjedhje. Mos ketë kush iluzione, ne po flasim për standarde zgjedhore që janë jashtë larg standardeve të Kopenhagenit, por këto nuk shpjegojnë humbjen e thellë të Partisë Demokratike, e cila është matur edhe nga kompani serioze sondazhesh, të cilat kanë përpara zgjedhjeve që nuk kanë gabuar përtej marshit gabimeve. Pra, humbja e thellë e Partisë Demokratike është parashikuar. Por ai bën një palë, ai bën një palë. Unë them një gjë. Ai thot do kandidojë aty dhe aty e ke tani. Ai ka thënë, po të kandidojë. 150.000 vota raport me 2021. Kjo i intereson. Por është farsë tot ai ka janë vjet. Jo, kundërshtarëve të tij i intereson, domethënë se s'ka asnjë gjë, nuk duket asnjë gjë në, domethënë e re në diell që tregojë se këtu po ndryshon një gjë e madhe, apo përkundrazi, ka sondazhe që tregojnë se kjo parti edhe pas zgjedhjeve ka vazhduar të zvoglohet, edhe unë nuk e di se çfarë po mendojnë ato. Unë po them një gjë tjetër, Ylli, që shanset për, si thua, për një rilindje, po them kështu, politike të leadershipit aktual të Partisë Demokratike janë këto, që Evropa dhe SBA-ja të shprehen qartë që vullneti i popullit shqiptar në zgjedhje nuk u shpreh, siç janë shprehur në 96. Ose partitë popullore të vinë këtu dhe të bëjnë një
komision fakt mbledhës si që ka njoftu Saliu për ndjekësit e vetë, dhe për ndjesht ka qenë parashikuar të vind në nxjerrin gjëra që ta trondisin Evropën. Me këtë raport nuk ndodh gjë, mos fshihemi mas gishtit. Ka shumë probleme. Zgjedhjet janë edhe më keq, bile se sa i kanë nxjerr raporti, jam dakord, por nuk është se kanë sjell atë skenarin, më thënë, e manipulimit Më shkurt pret që të se si që kemi vënë që është orë që ai le të kandidojë, është zgjedhje e vet. Ti si e mendon këtë gjë tani? Favore kanë kundërshtarët e tij. Qartë. Tani, s'kisha surprizun, këto janë konkluzionet numër 2 të raportit, janë do t'i Saliu apo jo. Po kjo gjë mu s'mi intereson fare. Se Saliu si të ri, si të iki, nuk e ndalon do të Edi Ramën të vazhdoj të vjedhi. Po do me thënë Edi Ramën mund të alargojmë, po të ri, po t'iki Saliu, mund të arëzojmë unë ti dhe preqi dhe këta 5 do të arëzojmë Edi Ramën. Presidenti Federatës Gjudo. Edi Ramën ne këtu do të arëzojmë, se e rëzonë opozita politike. Në diktatura... Jo po thua një gjë bushat që unë se kuptoj, sinqerisht. Kjo vlen për demokraci që thu ti. Në diktatura roli Po mirë, pra për ta regjimin e të 5 do të aprishë. Zero! Ti diktaturës, qa emri do i vesh diktaturës, më se na konfuzon me termat. Kjo është një vend autoritar, është një parti që ka vite që qeverisë, gjithnjë më shumë bëhet parti shtetë, si që the. Se është pak shaka me diktaturën, me thënë vërtetë. Ta krahasosh me diktaturën, është pak... Apo jo, publik, pra, hajde vëndë debat. Diktaturas në lejon ne me Se ne do të bëjmë këtë punë, opozita politike. Diktaturat lejon. Ramiz Alia ishte në diktaturë dhe thoshe pluralizëm mendimi. Pluralizëm, ne jemi sot pluralizëm mendimi. Fol qa duash, se vendimet i merë partia shtetë. Pluralizëm e mendimit s'ne ka nejqë akoma. Prandaj thot a isi në jetën i e këthy se partia shtetë. Ka shumë më shumë se kaq. Ne do të përkufizojmë, ka ndëshkushmëri në sferat e larta, ka ministra, ish ministra, zyrtarë lartë që arrestohen, ka përpjekje për të vendosur fundimin e ligjit, ka shumë gjëra, domethënë. Jemi kandidat për të hyrë në Evropë. Këtu morën vesh para 4 ditësh, na kam bërë një grop në 100 ca milion aeroport në Florës, ne themi do iki Saliu, do iki të shporet, do e marri zoti. E bëm në edhe. Bëm një aferë, është një aferë. Ajo është një aferë, Bushat. Bushat, ajo është një aferë. E bëm. Po tani kemi këte. Po s'flasim fare për këte. Ramën mund të arëzosh duke i thënë njerëzve, a do iki Saliu, Po ja tham një raport në e ka thënë Saliu pa fund më shumë se ty ato. Ne themi për ditë. Problemi është si Rama rëzot Problemi është nuk rëzon do ai. Këta vjedhin për ditë. Po pra. Rama rëzot Problemi ai vjet se ka përballë me opozitë 3, opozitë të riorganizuar që nxjerr një leadership me garë të lirë, të ndeshme të barabartë. Se dhe në PD është po kjo gjë. Unë për shembull gati po e pëlqej Saliu tani, se kam mbledh mendjen ai që sfiton më dhe nxjerr humorist për të bërë fushat. Ramën, Ramën ke gjetë kollaj këta që si kënë Rama, populli shqiptar do e heq, ja këtu do ish. Ramën e rrëzon një parti që krijon shpresë. Të organizohet, ketë një alternativë. Një parti që nuk krijon shpresë, një parti që merr më pak, gjithmonë më pak vota, nuk krijon shpresë. Jo, problemi nuk është që merë PD-ja gjithmonë më pak. Problemi është që Edi Rama ka marrë më shumë vota se në 2009-ën, më shumë vota se në 2013-ën, më shumë se në 2017-ën, më shumë se në 2021. Jo, ka marrë 34.000 vota më pak se në 2021. 800 hap gjdo liber, 820.000 vota, 34.000 vota. 820.000 Edi Rama nuk ka marrë kur. Opozita ka marrë 250.000 vota. Pra, këtu nuk është puna se kemi një opozit dobet. Rama në raport me shqiptarët vetëm bymehet. Ose se i qeveris mirë, ose se ka vendos një regjim ku njerëzit janë të lirë. Jo, sigurisht, edhe ajo është e vërtet, po jo 100% sa që thua ti, nuk është ashtu si shtua ti. Se këtu në qoftë se do ishte Saliu i keq, do shkonin votat të opozitat tjera, do shkojnë votat ke Rama, ula. Kanë shkuar më la. 820. Ka marrë shumë opozitat e reja. Kanë shkuar 130.000 vota këtë tjera. Ka marrë kur
më shumë se në 2025, 840.000 votë. Pra, ky ka qeveri kaq mirë, sa vetëm rritet. Është futur dhe vota e diasporës. Fanar ndriçus që po e çon vendin përpara. Rama, më fal, një fjali. Për mendimin tim, çdo lider demokrat që del në kryet Partisë Demokratike akoma, se nëse ajo shkon rrokullisë, ajo pastaj humbet. Është rrokullisë ajo pres, se fusun faktor në lojë fare. Prit, po është akoma, është partia e madhe opozitare. Çdo lider demokrat që del në kryet Partisë me garë të lirë, të ndeshme të barabartë, e mund Ramën. Çdo lider socialist që del në kryet Partisë Socialiste me këtë leadership që ka sot Partia Demokratike, ai i riu i pasës fiton prapë. S'po them për Arion Braçën, se ai është shumë përpara me qëndrimin që më, por kushdo që të del. Politika ka rregulla. Rregullat janë që humbet, largohet, Rama kur të humbi, Berlusconi nuk u largua kur. Ran 10%. Ran 10%. Por, ama opozita nuk vdiq. Lindi një opozit tjetër, nuk u rrit pushteti. Vetëm diktatura rritet pushteti. Kush e rrit? Ja po rritet Meloni. Ja po rritet Meloni, se ti nuk e shikon. Ja po rritet Meloni. Po rritet Meloni. Pra mund të rritet pushteti. Në vëndet demokratike. Rastin e Ramës nuk është rritur. Rama kompaktson votën. Në vëndet demokratike, kur një opozit sillet keq, i ka peng Saliu ata, kjo opozit bie dhe ngrije në opozita treja, kur ka demokraci. Në vënde ku ka diktatur rritet pushteti. Bipartitizmi nuk e lejon. Sistemi nuk i lë të rehat. Busha, shive, themi gjë. Njeri ndër faktor, jo vetëm. Bipartitizm gati kishte Franca, vlla. Doli u zhgënjyen njerëzit nga dy forcat e mëdha tradicionale. Po sa kohë kaloi derisa u zhgënjyen? Ja dhan Macron. Po kaloi shumë kohë. Në demokraci. Kaloi shumë kohë derisa u zhgënjyen. Në demokraci nuk i vihet faji opozitave. Vetëm këtu ka Rama na vjedh, po fajin e ka Saliu. Falë se kam një argument, si them. Ti thua që Rama na vjedh, fajin e ka Saliu. O, mentor, falë. Vazhdojt na vjedhi Rama sa djetën Saliu. Dëgjoj, burrë. Bipartitizmi është në fuqi në Shqipëri. Mos bëjmë paralele që nuk se bën shpesh paralele që nuk shkojnë. Partia e Melonit u rrit kur ranë 10% Berlusconi. Bile ishte 7, 8. Se funksionon demokracia. Po jemi në bipartitizm akoma, është partia demokratike, partia e madhe. Nuk mund të ndodhë dhe Meloni s'mund të ngrihej kur Berlusconi ishte në opozit, po ishte 30%. Pra, ai nga që nuk bëni rotacion. Prandaj nuk është faj i një partia, po një lideri kur sillet keq, se të është në vota. Ne nuk kemi problem opozit keqe. Ne kemi problem një parti shtet që na vjedh për ditë. Shifra tregojnë gjë tjetër, se ti thu që Rama vetëm thellon rezultat. Në fakt, Rama në krahasim me 2021 ka 35.000 vota më pak. Ore, numër, vota shqiptare shka më shumë se çdo herë tjetër. S'ka pas Rama. Tani për fakte nuk zihemi do të. Po pse ta heq diasporën? Sepse vinin këtu me avion, me makina, janë të njëjtit. Janë të njëjtit. Nga Amerika do vinë. Janë të Ndërkohë diferenca midis LSI-s dhe PD-s ka qenë 30 vota. Dhe më thëmë, për kaq luhet. Problemi është që ka shku minus 250 Saliu. Dhe më thëmë, ky është problemin se nuk mundet do të Rama. Sepse Rama mund bjerë. Problemi është që duhet ngrihet ky tjetër që ta rrëzojmë. Rama për moshi dobët. Dhe vjen duke u dobësuar gjithmonë më shumë. Sa më shumë rrim pushtet, aq më shumë kalbëzohet, aq më shumë konsumohet. Saliu do shkoj gjithmonë më keq. Falë dhe nesh, rim gjithë ditën duke thënë fajnë e ka Saliu, ndërkohë gjë, Saliu na ka vjedh para 10 vjetësh. Sot kemi njëri tjetër që na vjedh. Ne merremi me Saliu. Ai mori lekët e veta. Ky po na i merr sot. Ky po na i merr sot. Krimi më i madh që ka bërë Saliu nuk është kur vjedh tani që po i vjedh të ardhmen e Partisë Demokratike. Sepse sot ai po mban Ramën pushtet dhe kjo është më e rëndë se sa kur ishte vetë. Ka vjedh shpresën e shqiptarëve. Kjo është më e rëndë sepse nuk po lejon që të ketë mundësi që dikush ta përmbysë Ramën. Atë bëri përshtypje ty se na u rikthye nga që kalojnë shumë ngjarje si në kaleidoskop tek ne dhe një vit përpara zgjedhjeve doli Berisha nga arresti shtëpiak. Pra ju dha gjithë koha e mjaftueshme që ai ky është kuptimi i asaj që po them në bipartitizëm. Ti flet, do them edhe një fjali. Ti flet dhe një mbrojtës, një thtar i fuqishëm i pluralitet. Po, falë, do të kesh dhe pluralitet argumentash, kur e kundërshton Ramën,
Se po të shkosh vetëm tek argumenti i vjedhjes, është argument shumë i dobët, po, është vërtet. Berisha akuzon më fuqishëm se sa ty që vjedh. Po kjo nuk i nxit shqiptarët votojnë kundër Ramës. Se kam dëgjoj Saliu të shkoj ku arrestua Erion Velia, por nuk fitoi opozita, nuk ndikoi fare në Tiranë. Të shkoj ku do doj, po këtu është ngritur një mekanizëm që ka një konflikt Rama me Irfanin dhe ne themi Irfani është buri poshtër. Ka një konflikt Pacolli me Ramën, ne themi Pacolli është buri poshtër. Ka një konflikt Beketi me Ramën, ne themi Beketi është buri poshtër. Pra ne nuk e bëjmë vetëm ke binomi Sali Ram këtë. Jemi ramist në shpirt dhe çdo kundërshtarit Ramës i kemi të zezën. Po kjo nuk t'jep automatikisht të drejtë. Fakti ti mund të jesh kundër Ramës. Nuk do të thotë që të jep drejt në argumentat e tua. Kjo është fabula që thot jemi të blerë. Po jo nuk të jep ty drejt në argumentat e tua. Fajnë ka Saliu, fajnë ka Beketi. Vetëm ti je kundër Ramës. Fajnë ka Beketi, fajnë ka. Jo, mund të jesh ti dobët në argumentat kundër Ramës. Jam shumë i dobët unë. E kupton? I ket kapacita morale është shumë lartë. Mentor, jemi të referu liqësit politikës, ka liqësi, nuk jemi duke bërë fajtor as kërken. Liqësia politike... Opozita do ringrihet kur rinovohet, a je dakord me këte? Ti tani, si do arzosh tjeti kur opozita nuk është e gashme, nuk është e rinovuar që të fitoj simpati edhe të ekstresa që nuk e ka rëtë? Kjo është një pyetje, kjo është pyetje esenciale, të cilës unë mund t'i përgjigje me një kundër pyetje që për mua është esenciale. Si mund të ngresh një opozit në një diktatur? Si mund të ngresh një opozit? Po pse mund të si urrëzuar Ramizalia Si u ngrit vetë PD-ja? Si urrëzua Ky ka qenë ke teatri. Ose duhet pranojmë që e krijoi Ramizin. Përfundoi lëvizja që ja bleu të gjithë shokët një nga një, sepse në diktatur ti s'bën dot rezistencë, sa jo ti blen, o ti shantazhon. Po ne bëm rezistencën ama, derisa e prishë tani. Dhe e prishi Bushat, e prishi në kohën e Covidit, se prishi dot. Po të rritë të them unë, e teatri se ka fajnë Rama, po s'diti ta mbroj mërtiri, unë jam një kokër legendi. Ka si lidhje kjo janë raste. Unë mendoj tani që... Prandaj pyetja esenciale është kjo, ngrihet dot opozit në media që i blen gjitha pushteti, me prokurori që ta ka pushteti. Prokurori që po qonë burg njerëzit e pushtetit, ngrihet që keme te. Ti arbitër të zgjedhjeve ke ministrin e Ramës. Kemi pa pajtueshmëri. Arbitër të zgjedhjeve ke ish ministrin e Ramës. Kemi pa pajtueshmëri. Me që përmendet ta kemi ndet 3 vjet atje dhe kemi qenë një grusht i vogël themi. Dhe nuk e prishte dot, nga më ndet 3 vjet nuk e prishte dot. E prishi kur ishte pandemia në 4 mëngjesit. Para se pasi ti bleu gjithë. Sa vetat bleu? I bleu, po ata që mbetën ata nuk i blinde dot dhe nuk e prishte, ata e mbajtën. Pra problemi është tek mbajtëm teatr. Problemi është tek kredibiliteti atij që Rama ka përballë. Qëse ka përballë një person pa kredibilitet. Gjithë debatin tonë. Se u të merruaj ku kishte protestë studentë. E ndërlikon kjo që kemi pa pajtueshmërinë për kufizimin e termeve. Ti mendon se jemi në diktaturë, nuk mendon se jemi në diktaturë. Jemi në autoritarizëm, ka format ndryshme. Diktaturë nuk që diktaturën e ndërhoqës, atë qujon. Jo, ka disa lloje diktaturë. Diktatura djesë. Kjo është sot ke 20%. Kolegu yni quan ke 20% Amerikës. A mund opozita shteti? Po na treket diktaturë Amerikë. Sot kjo lloj opozite jo. Rusia sepse nuk lejon opozitën të kandidojë, vret opozitarët. Tani njësoj si këtu. Opozita ylli me që mund shteti, e ka mundur një shteti në këtë vend. Pra pa pas opozit fare, një lëvizje studentësh rrëzoi shtetin e 50 vjeçar. Kolegu thotë, a mundet opozita të rrëzoj shtetin? Po duhet shiko Bushat. Duke se jemi duke thënë Bushat. Se s'ka ardha. Ju lutem. Ka regjimet përjetshme. Ndoshta, po mund vi pas 20 vjetësh. Ndoshta jemi duke thënë të njëjtin gjë. Tani ne dalim si ata. Cila opozitë fajsonin grupit... A ka opozitë, thot kolegu, që më shkruan mua, që mund të arrëzoj shtetin. Do shta jemi duke thënë njëtin gjë. Mund të ketë, po duhet dhe opozita. Juk Bushati këm ngull që askush mund të arrëzoj Edi Ramën. Sepse është
supershteti, diktatura, regjimi. Po ka një gjë. Por ndoshta duhet opozita bushat, sepse ne këtu nuk e bëjmë dot. Ota hajde të marrim operatorët dhe ne bashkë. Opozitën e pas kemi të dobët se ka katë përfyti Saliu. Po pse i kemi dhe mediat gjitha të shitura? Po pse s'kemi OJQ? Nuk ke njerëz të pavarur që... Njëta gjë është në 97-ën që ndryrën Amerikanët. Ndryrën Amerikanët me Saliu në 97-ën. Pra nuk kemi... Ti ishe këtu bashkë me mua, Kemi OJQ. ku në 97-ën ndryrën Amerikanët. Kemi OJQ. Dhe firmat, piramidale. Kemi media. Kjo pra... Marra se është sistem klientelistë që blen gjithçka. Po sjeton sistem demokratik. Ai blen votues. Ky është një kapitull i hapur tani. Është diktatura e tregut. Por diktatura e tregut. Se ka krijon një paradoks kjo që thua ti, domethënë, më fal, nëse nuk e rrezojmë dot, atë për çfarë flasim ne këtu? Po lëm fare, pse duhet ne ta shajmë Ramën kur nuk e rrezojmë dot? Jo. Se unë e shaj Ramën se shpresoj që e të bjerë më. Po ti shanë shumë Saliun në fakt. Po sepse e mban Saliun. Unë e shaj Saliun sepse e mban. Po ti ki Saliu s'ka më punë, do shaj vetëm Ramën se s'ka kush e mban më. Do gjesh gjithmonë një përçar. Kjo është paragjykimi jote, po unë po them çfarë, unë deri kur u rikthe Saliu, nuk shaja njëri. Okej. Ky është një kapitull i hapur dhe një diskutim i gjerë. Shumë njerëz sot thonë që këtij shteti ose kësaj autokracie, ka një farë autokracie të shteti, ose këtij regjimi që është Bushati, nuk ka që i bën opozita. Por shumë njerëz të tjerë thonë Bushat që opozita duhet të ndërtohet, të bëhet. Kurse unë them diktatura s'ndërtohen dot. Po Amerikën e Saliut ndryshon gjë të opozita. Nuk ndërtohen dot media të tjera. Kjo që thua të jap një përgjigje të dusur, të dusur Kinës. Kjo që thua ti Bushat. Në diktatura nuk lind gjë e lirë. Kjo që thua ti që diktatura nuk ndërton dot opozita. Po Bushat. Tregon atë që po themi ne. Por Bushat. Por fund më, po këtë bie dakord. Është e shitur ke qeveria pra. Kjo është pra. Un prandaj sa herë sepse kur blen gjithaj, pse s'blen opozitën ai? Prandaj sa herë bie debati, refuzoj të flas për opozitën se them ky është një problem i Ramës me shqiptarët. Çdo element tjetër që fusim ne i bëjmë alibi Edi Ramës. Të nderuar problem i popullit me diktatorin e vet. Pra po problemi. Të nderuar të shikues, fajsh i mediave, fajsh i Irfan, fajsh i biznesmenve, fajsh i Pacollit. Po vetëm Rama nuk ka faj? Ju lutem. Kemi kaluar çdo limit. E kemi te kaluar. Tani ky është një kapitull i hapur që ne do diskutojmë vazhdimisht. Ndoshta ka drejt Bushati, po ndoshta keni drejt dhe ju. Unë po them atë. Në këtë vrim do i bien ndoshta po, ç'bëjmë tjetër. Ndoshta jo. Më thoshte mua gjithmonë për një shprehje që na ka mbetur dhe e fituam si shprehje nga gjithë vizitat që bënim në Kinë me gazetarët. Duja na thoshte gjithmonë ndoshta po, ndoshta jo. Dhe ishte në të vetën aty mbetej. Dhe bisedat tona këtu janë. Në Kinë janë akoma. Me se do kthehemi duj të shohun, se e kam thënë shpesh. Nga Shanghai në Pekin, me tren apo me avion? Ikte, bisedon të 20 minuta dhe kthehemi thash mua, ndoshta me tren, zoti kryetar, ndoshta me tren, ndoshta me avion. Tani, ne do të diskutojmë, nderuar të shkruan do mblidhem përsëri, Lutfiu bëri një mesazh fundit. Po thoshte gjën më të bukur, po dhe të poshtër. U mori zi shumë. Nuk e transmetove autokritikën e Besardit tot, apo nuk e ka dhënë akoma. Ndoshta Besardi jep në një intervistë të kam bërë gabim. Po, se mirë është ta kuptoj gabimin. Të kuptoj gabimin, nuk e dim se çfarë do ndodhë Lutfi. Si ka parë ato shfaqjet e Kadrias Biut. Faleminderit shumë që na ndoqët. Unë besoj që na keni ndjekur sot se ishte edhe ky raport i SBO Dirit që ja hodhi popullatës shqiptare pas kaq. Sa kohë më vones u bë? Për një 5 muajsh. Pas 5 muajsh SBO Diri i bëri gjithë ato faqe dhe na i hodhi ne. Dhe forëm, diskutuam sot, kishim dhe materiale, të nderuar të shikus, krize madhe është, se të gjithë fake janë, fake news, ngjarje që nuk ka ngjarje që i sajojnë politikanët, më shumë i sajojnë, se fletë për opozitën Bushati, po opozita e Putinit, e gërsirës më të madhe të regjimit, vetë e merë, e mbyllë dhe e mbyt dhe e vret. Këtë Navalny, e merë dhe e vret. Faleminderit shumë, nderuar, e vret me helm, pasi e shikon që nuk vdes nga të ftohtit. Nderuar të shikues, faleminderit shumë, shifemi tani javën e ardhshme. Këtu do jemi, edhe ju këtu, fort jemi të dy palët, që
dëgjojmë njëri tjetrin. Ju stoni gjë, po ndoshta na dëgjoni dhe ne. Natën e mirë, miru pafshim.